Mirëmbrëma gjithë mirë se vini në revistën televizive ku do lajmet më të rëndësishme do të ndjekim. Kryeministri Edi Rama replikon me Ministrinë e Jashtme iraniane e cila i jep zë protestave kundër zvarrnesit që po mbahen në Tiranë. Rama deklaron se më në fund qeveria e ajatullave të Teheranit i bashkohet protestës. Jeni të paturb, s'na jepni leksione demokracie, shkruan Rama. Sot ka vijuar dita 11 e protestës të qytetarëve në Tiranë, frikë nga provokimet brenda protestuesve, thirrje për largimin e qeverisë, kërkohet që partitë politike të qëndrojnë larg protestës. Sali Berisha u bën thirrje demokratëve që t'i bashkojnë protestës, i këshillon të mos përdorin simbolet e Partisë Demokratike, këshillon edhe të vetët të mos provokohen nga thirrjet kundër tij. Albin Kurti vijon të jetë kandidati më i votuar në Kosovë, kur janë numëruar më tepër se gjysma e votave, ndërkohë KQZ-ja planifikon votat me post dhe përgatit numërimin e votave të diasporës. Trump paralajmëron Teheranin. Presidenti deklaron se SBA do të rifillojnë sulme ndaj Iranit sot, flet për ecuritë ngadalt me negociata për marrëveshje, ndërkohë që sulmet kanë vijuar pas rrëzimit të një helikopteri të ushtrisë amerikane. Ndalemi mëngjesisht me lajmet. Kryeministri Edi Rama i përgjigjet qeverisë ajatollave të Teheranit duke deklaruar se janë bashkuar protestës në Tiranë për rrëzimin e qeverisë së tij. Rama i kujton regjimit iranian se ata nuk mund të japin leksione demokracie dhe as të akuzojnë qeverinë e Shqipërisë që po shet vendin investitorëve të huaj, pasi zhvillimi i turizmit është një prioritet kombëtar. Kryeministri Edi Rama akuzon qeverinë e allatojave të Iranit se janë bashkuar protestës dhe me parulla në Shqip, duke vendosur një paralele njësoj si ata që e kthyen protestën mjedisore në protestë kundër rrëzimit të qeverisë së tij. Ai thotë se Shqipëria është shumë e vogël për të rënë në kurthin e madh, nga ku rrezikojmë të kthehemi me këmbët tona në pikën që të mos u afrohet më asnjë investitor i huaj. Në përgjigje ndaj ministrit të jashtëm të Iranit, Rama shkruan: Për sa i përket sovranitetit, Shqipëria nuk merr leksione për sovranitetin nga një qeveri, operativet e së cilës u kapën duke kryer sulme kibernetike ndaj shërbimeve dhe institucioneve publike shqiptare, gjë që çoi në ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Iranit. Ju citoni protestues shqiptar që brorasin në rrugë. Shumë mirë, kjo quhet demokraci. Në Shqipëri njerëzit janë të lirë të protestojnë kundër qeverisë së tyre, të kritikojnë kryeministrin, të kërkojnë drejtësi dhe zgjedhje pa patur frikë nga burgosja. Kryeministri duke përgjigjur ministrit të jashtëm të Teheranit për statusin e tij për protestën, ai thotë se veçanërisht është domethënëse që papritur keni zbuluar një shqetësim kaq të madh për protestën në Tiranë, ndërkohë që gjaku i 10 mijëra njerëzve tuaj rëndon mbi ndërgjegjen e regjimit tuaj. Populli shqiptar është vërtet mjaftueshëm inteligjent për të dalluar të vërtetën nga gënjeshtra. Pikërisht për këtë arsye, ai di të bëjë dallimin mes një debati demokratik dhe propagandës. Programet tuaja të automatizuara, profilet e rreme dhe videot e manipuluara mund t'i shtojnë konfuzionit të përgjithshëm digjital elmin e regjimit tuaj plot urrëtie, por nuk do të arrijnë askund sepse pavarësisht dallimeve që mund të kemi mes nesh si shqiptar, ne jemi të gjithë të qartë dhe të bashkuar në bindjen se çdo lloj regjimi që e mban popullin e vet në errësirë dhe varfëri është armik i mënyrës sonë të jetesës, i maskuar si shqetësim. Rama gjithashtu i kujton se janë një shtet terrorist sipas vetë përkufizimit të kësaj fjale. Një ditë më parë, ministri i jashtëm i Iranit i shkruante kryeministrit Edi Rama se shqiptarët kërkojnë largimin e tij dhe të mos fajsojë Teheranin për këtë. Gjithashtu, ai akuzon kryeministrin se po shet sovranitetin kombëtar. Ministri i jashtëm i Iranit në postimin e tij në X shkruan edhe parulla në gjuhën shqipe që kërkojnë largimin e Edi Ramës. Qytetarë kanë dalë përsëri në protestë në ditën e 11 radhazi. Tubimi nisi nga sheshi Skënderbej dhe tani ata janë përqendruar para kryeministrisë. Për të njohur me detaje do lidhemi me gazetaren Lusi Përgjegji. Lusi, të përshëndes, linja më njëherë për ty ndalemi te detajet ditën e sotme dhe ka patur ndonjë episod të veçantë.
Për të përshëndes edhe unë, atër jam vendosur në sheshen e përballë kryeministrisë, ku protestuesit po protestojnë në këtë ditë të 11 të kësaj nisme të tyre. Në këto 148 vjetor të lidhjes së Prizrenit, protesta ka nisur me himnin kombëtar të flamurit, e ndërsa kanë bërë thirrje për bashkim. E veçanta e ditës sotme mund të themi se ka qenë edhe thirrjet e drejtuara nga protestuesit, sa i përket punonjësve të administratës, të cilëve ju kanë kërkuar përmes kësaj proteste që të mos i bashkohen protestës dhe të mos i bashkohen takimeve që kryeministri Rama zhvillon në 35 vjetorin të Partisë Socialiste në të gjitha qytetet e Shqipërisë, përfshirë këtu edhe Tiranën, e cila pritet që të mbahet ditën e premte, por që të jenë të pranishëm në protestë. E ndërsa një thirrje tjetër e protestuesve ditën e sotme ka qenë që të mos shpërndahen, të mos heqet dorë nga kjo protestë, dhe po ashtu protestuesit i druan edhe personave të cilët mund të jenë në protestë për të provokuar, dhe i kanë bërë thirrje gjithë protestuesve që të mos provokohen si nga policia ashtu edhe nga protestuesit të cilët janë nga partitë politike, të cilëve ju kanë kërkuar gjithashtu që të mbajnë duart larg kësaj proteste, duke theksuar edhe një herë se kjo nisëm është një nisëm qytetare dhe nuk është një protestë politike. Gjithashtu është propozuar ngritja një kuvendi kombëtar, e cila do të zgjedhë sipas të protestuesve, duhet që sa më shpejt të zgjedhë delegatët e saj dhe të marrë një formë përfundimtare për të ideuar apo për të luftuar kështu qeverinë aktuale. Këto kanë qenë edhe prezantimet kryesore që protestuesit kanë elaboruar ditën e sotme në sheshin përballë kryeministrisë, ku ajo çfarë ka përfshirë themi kështu edhe gjatë gjithë protestës ka qenë thirrja e vazhdueshme e protestuesve drejtuar kryeministrit Edi Rama për të dhënë dorëheqjen. Milusi, të falenderoj për gjithë detajet, do lidhemi përsëri në edicionet e mëvonshme bashk. Kalojmë në lajme të tjera. Kryeministri Edi Rama reagoi ndaj protestave kundër projektit të Zvërnecit, duke mbrojtur rëndësinë e investimeve të huaja për zhvillim ekonomik dhe turistik të Shqipërisë. Ai solli si shembull ishullin grek të Mikonos, ku marka të njohura ndërkombëtare hotelerie po realizojnë investime të mëdha. Rama theksoi se vendet e rajonit po konkurrojnë për të tërhequr kapitale të huaja dhe se Shqipëria nuk duhet të vendosi pengesa ndaj tyre. Sipas tij, kundërshtimi investitorëve të mëdhenj rrezikon të frenojë zhvillimin dhe ta lërë vendin pas në garën rajonale. Ndërkohë Mikonos po zgjeron kapacitetet turistike dhe ajrore me projekte të reja luksoze që pritet të hapen në vitet që vijnë. Kryedemokrati Sali Berisha i kërkoi anëtarëve të Partisë Demokratike të mbështesin protestën qytetare për shmangjen e incidenteve në shesh. Berisha kërkoi anëtarësisë që të mos përdorin simbolet partijake. Kryedemokrati Sali Berisha, duke vlerësuar protestën qytetare dhe kërkesën e saj për dorëheqjen e kryeministrit Rama, i kërkoi anëtarëve të partisë që drejton të mbështesin protestën. Çdo demokrat, çdo mbështetës dhe mbështetëse jonë duhet të mbështes me të gjitha mënyrat atë protestë, pa simbolet e partisë. Le të jenë rrëfim, sepse është protestë qytetare rinore. Në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat, Berisha tha se është emergjencë largimi i Edi Ramës dhe krijimi i qeverie teknike që do të garantojë sipasi zgjedhje të lira. Berisha thotë se PD-ja ka dalë të bindë edhe faktorin ndërkombëtar se me Ramën nuk ka zgjedhje. Edi Rama nuk ka legjitimitet dhe ne jemi të parë. Jemi krenar se kemi arritur të rrëzojmë falsifikimin dhe mashtrimin e tij për legjitimitet zgjedhor. Protestën thotë se e vlerëson në të gjithë dinamikën dhe pjesëmarrjen e saj, ndërsa thirrjet drejtuar kundër Partisë Demokratike i konsideron të nxitura nga ato parti që i ka pagëzuar opozita e opozitës. Gjethet nuk duhet të pengojnë njeriu të shohë trungun. Trungu i kësaj lëvizje madhështore është rinor qytetar. Disa slogane të opozitës, vegël e qeverisë janë klithma mjerane, i shumëzoni me zero. Berisha sqaroi se Partia Demokratike ka qenë konsekuente në qëndrimet e saj duke mbrojtur parimet kushtetuese, ligjore dhe ndërkombëtare për mjedisin. Mbetet ende mister fati 34 vjeçarit e Gland Koçi, i cili rezulton i zhdukur prej 4 qershorit. Policia po vjen kërkimet për të, por edhe për Armand Shakajn, i cili dyshohet se mori peng dhe e vrau.
Pamje që shihni përkasin momentit kur Armand Shakaj i shpallur në kërkim për pengmarrjen e Gland Koçit, merr motomjetin e këtij të fundit dhe e largon nga vendi i ngjarjes. Ndërsa fotoja që shihni i përket sërish Shakajt, i cili kthehet në këmbë në vendin ku dyshohet se e mbajti peng Koçin. Pikërisht në këtë mjedis, policia dyshon se Shakaj ka dhunuar e më pas eliminuar Koçin, trupin e të cilit ka dyshime se e ka transportuar me automjet drejt një destinacioni ende të pasbardhur, por dyshohet malor. Lidhur me këtë ngjarje, policia prangosi 25 vjeçarin Enea Zyferi, i akuzuar për përkrahje të autorit të krimit, pasi dyshohet se ndihmoi Shakajn pas ngjarjes. Të mërkurën, dhoma penale e la në burg Zyferin, ndërsa para hetuesve ai ka deklaruar se e ka parë 34 vjeçarin në mjediset ku dyshohet se është marrë peng, megjithatë, sipas tij, nuk kishte dieni se ka dalë më nga aty pasi ka vijuar punën. Ai ka shtuar se Armand Shakaj i ka kërkuar që të fikte dritat e biznesit dhe e ka bërë këtë, ndërsa një ditë më vonë, Shakaj, sipas Zyferit, i ka kërkuar edhe të lante automjetin, në të njëjtin që hetuesit kanë gjetur një llagjaku e që dyshohet se mund të jetë transportuar Koçi. Policia vijon kërkimet intensive për gjetjen e Egland Koçit, ndërsa paralelisht ajo po punon për lokalizimin dhe arrestimin e Armand Shakajt. Koçi dyshohet të jetë mbajtur peng dhe vrarë për përplasjen për portofolet e kriptomonedhave. Seansa në themelin për dosjen Veliaj u shtypur në 16 qershor pasi munguan disa avokatë të disa të panderurve. GJK-ja urdhëroi SPAK që t'i çojnë në qeli Veliajn dhe 24 fashikujt e dosjes, ndërsa pezulloi afatet e paraburgimit për Veliajn. Këtë të mërkuru planifikua që të realizoj në gjykatën e posaçme seansa në themel për dosjen Veliaj, por ajo u shty, pasi munguan 4 avokat, të cilët të mbrojnë disa të pandehur dhe organizata jo qeveritare. Në fillim të seancës, pas insistimit të mbrojtjes së kryebashkiakut dhe insistimit të prokurorit të SPAK se ishin dorëzuar fashikuj që i takonin Veliaj, tresha gjykuese mori vendim të detyroj prokurorin Orsdado që t'i çojë në qeli edhe mira faqe të tjera dokumente Veliajt, konkretisht 24 nga 61 fashikujt e dosjes. Vetë Veliaj nuk u paraqit në seancë, pasi mbyllja në kafazin e qelçt, sipas tij, është e palishme, antikushtetuese dhe diskriminuese. Një tjetër vendim që mori gjykata ishte edhe pezullimi i afateve të paraburgimit për Veliajn deri në seancën e radhës më 16 qershor. Çdo kërkesë që kemi bërë ka marrë kohën e vet, por ka marrë përgjigjen e duhur, siç pat dhe sot, që mori përgjigjen e duhur fakti që ne akoma jemi 24 fashikuj të panjohur dhe sot gjykata na e dha mundësinë që t'i njohim mbasi kanë kaluar muajt. Kërkesa tjetër rradhës që ne do bëjmë është largimi i zotit Veliaj nga kafazi, si një shkak që zoti Veliaj nuk merr pjesë në këtë proces dhe vendosja e tij pranë avokatit si një drejt kushtetuese. Sërish gjykata e posaçme refuzoi kërkesën për transmetimin live të gjyqit, gjë që u kundërshtua nga mbrojtja e Veliajt. Avokati i kryebashkiakut Clarence Ndreca bëri me dije se i ka kërkuar Këshillit të Lartë gjyqësor që të shfuqizojë nenin 14 të një udhëzimi të vitit 2023 të vetë KLG-s që përdoret nga gjykata për të mos lejuar transmetimin live të seancave. Armë zjarri, dritorit dhe municione. Ky ishte fokusi një grupi kriminal i cili u godit nga policia e Tiranës, ku në pranga ran 4 persona, ndërsa 2 u shpallën në kërkim. Policia e Tiranës goditi një grup kriminal i cili operonte në fushën e tregtimit të armëve të zjarrit, municionit dhe lëndëve plasëse. Operacioni u krye nga komisariati numër 4, ku 4 persona u prangosën e 2 të tjerë u shpallën në kërkim. Policia tha se u ndaluan Marcel Varka, Elsaid Majqinaj, Fabian Zako dhe Kristaj Biba. U shpallën në kërkim Kevin Vila dhe Bledar Avdillari. Në vijim të këtij operacioni, më herët janë arrestuar Donati Jaku, Florian Gjeta, Urim Meta, Ligor Mehmeti dhe Klodian Mustafa. Nga hetimet dyshohet se antarët e këtij grupi kanë siguruar dhe kanë shitur në zona të ndryshme të kryeqytetit armë zjarri, lëndë plasëse dhe municion luftarak. Atyre ju gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 7 armë zjarri, 4 pistoleta dhe 3 automatik, municion luftarak e sende të tjera. Gjatë gjithë periudhës hetimore dhe aksioneve policore, me objektiv goditjen e veprimtarisë kriminale të këtij grupi, në total janë vënë në pranga 9 persona, si dhe janë sekuestruar 17 armë zjarri, 4 kallope lëndë plasëse, sasi e madhe municioni, 4 automjete dhe 13 celular. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi rekomandimet prioritare 2026 për luftën kundër kriminalitetit në Komisionin e Ligjeve. Sipas ministrit, metodologjia e re do të fokusohet në matjen e rezultateve konkrete dhe monitorimin e zbatimit të tyre.
Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi në Komisionin e Ligjeve rekomandimet prioritare 2026 për luftën kundër kriminalitetit. Krimi organizuar vazhdon të mbetet një prioritet për ekzekutivin shqiptar, është një prioritet që sistemi ynë penal të vazhdoj të ndeshet. Hetimi financiar paralel, pra ndërsa fillon hetimi për krim të organizuar apo për korupcion, paralelisht duhet nis dhe hetimi financiar, krimi kibernetik. Pra bëhet fjalë për atë lloj krimi që nuk ndodh në botën që ne e prekim, veprat penale zgjedhore janë një rekomandim tjetër, bashkëpunimi institucional dhe ndërkombëtar. Ministri nënvizoi se politika penale nuk duhet ngatruar me ndërhyrjet në hetimet konkrete dhe se pavarësia e institucioneve të drejtësisë mbetet parimi themelor i shtetit të së drejtës. Sot unë vi për të treguar ato dhe për të paraqitur përpara jush fushat që ekzekutivi ka caktuar si fusha prioritare ku sistemi penal, ynë penal të ndeshet me krimin, në cilat fusha, kurse hetimin e çështjeve, kjo është një drejt kushtetuese e prokurorisë. Sipas ministrit, rekomandimet lidhen drejt për drejt me kapitullin 23 të negociatave me Bashkimin Evropian dhe me nevojën që Shqipëria ka të demonstrojë rezultate të verifikueshme në sundimin e ligjit. Që nga shënësorët e drejt e jodizimi i kripës, mallrat drejt dhe nga Bashkimi Evropian do t'i nështrojnë standardeve europiane për lëvizjen e lirë. Kapitulli përkatës të bisedimeve të antarësimit, ai lëvizjes së lirë dhe marrëdhëniet me jashtë kanë qenë në fokus informimin në seancën e Komisionit të Jashtëm me zëvendës ministrin Musa Belliu. Jodizimi i kripës shqiptare është më i lartë se ai niveli që kërkon Bashkimi Evropian, por edhe kjo klasifikohet si pengesë në identifikimin e barierave jo tarifore të lëvizjes së lirë të mallrave me Bashkimin Evropian. Shembulli është një prej atyre të shumtëve, mbi të cilët po punohet me legjislacion dhe praktika nga ekipi negociator i Shqipërisë me Komisionin Evropian. Zëvendës ministri i Ekonomisë solli shifra dhe fakte të ecërisë në Komisionin e Jashtëm. Janë analizuar në total rreth 98 akte ligjore dhe nënligjore dhe janë identifikuar 65 masa apo pengesa të tregtisë së lirë, janë identifikuar pastaj 55 masa të tjera për të cilat është planifikuar në këtë plan veprimi që të eliminohen. Sjell në vëmendje nga deputeti Bozo, çështja e kualifikimit të ndërmarrjeve shqiptare është vendosur në termat e skemës rezerv të konsumit, të ashtu quajtur të kilometrit zero. Koha që i lihet në dispozicion biznesit tonë të vogël, veçanërisht për të standardizuar sipas normave të Bashkimit Evropian në çështjet të emetimeve të mjedisit, është komplet e pa mjaftueshme. Bashkimi Evropian e lejon tregtimin në kilometër zero. Pra, rregullat e përgjithshme të tregtimit zbatohen për mallrat apo produktet që janë me etiketë dhe që dalin në tregun e madh. Konsideruar si përparimi më i madh me Bashkimin Evropian, kapitulli 30 për marrëdhëniet me jashtë qëndron përpara një fokusi të qartë të realizimesh. Ka nevojë për t'u amenduar 5 marrëveshje të tregtisë lirë, nga 46 traktate, 2 palçe të investimeve, parashikohet që të amendohen 43 prej tyre dhe gjithashtu marrëveshjet e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar me 27 vende që ne kemi, 18 marrëveshjet e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar me vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian do duhet të amendohen. Bordi i Transparencës ka vendosur të uli përsëri çmimet e karburantit në vend. Çmimi i shitjes me pakicë të naftës është ulur me 2 lekë duke shkuar në 188, ndërsa i shitjes me shumicë do të tregtohet jo më shumë se 176 lekë për litër. Çmimi i benzinës me pakicë do të jetë 171 lekë për litër duke ulur me 2 lekë, teksa i shitjes me shumicë do të shitet jo më shumë se 159 lekë. Çmimet e saktuara që kanë hyrë në fuqi në orën 14 do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen që vjen të bordit, ku do pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Sipas Ministrisë të Ekonomisë, çmimet avan të shitjes me pakicë janë nën kufirin e aktit normativ dhe përpasoj niveli i akcizës do të zbatohet i plot 100%. Sa i përket naftës për peshkim, referuar metodologjisë në fuqi dhe përjashtimeve nga taksat kombëtare dhe akcizat, çmimi i tij është përcaktuar në 92 lekë për litër. Gratë e dhunuara kanë nevojë për mbështetje, shumë prej të cilave pësojnë dhunën edhe në ambientet e punës.
Çështjet me bazë gjinore mbeten në vëmendje të shumë prej iniciativave vullnetare në Shqipëri. Gjatë një takimi jubilar, përfaqësues të organizatave në vend në shërbim të shtresave të marginalizuara vënë theksin tek nevoja që kanë këta persona, duke ngritur edhe shqetësimin e dhunës ndaj grave. Të kuptosh një grua sot ka probleme në familje, ka dhunë të ushtruar morale dhe psikologjike, ka dhe dhunë të ushtruar në institucionin ku punon, nga drejtuesi, ka dhunë nga familjarët, po themi nëse një nuse nga vjerra, ka dhunë psikologjike nga burrat. Ne kemi shkuar në një fshat të Korçës në Mborje, kampanjë sken të tmerrshme. Një grua që i kishte vdek burri e abandonuar nga gjithë familja, jetonte në një skaj të tmerrshëm. Unë pash në sy të saj që kishte një shpresë. Pas 10 viteve punë në teren, organizata Inner Wheel bën bilancin e një dekade duke nxjerrë në pa një pjesë të problematikave. Ne trajtojmë shtresat të caktuara, shtresat vulnerabël, të cilët nuk e gjejnë veten të mbështetur nga organizma të tjerë. Ne vetëm si vjet kemi antarësuar 6 zonja të reja, kjo tregon që janë zonja me mjaft personalizëm dhe tregon një farë vazhdimësie. Për kushtimin ndaj komunitetit, me fokus të veçantë mbështetjen për gratë dhe fëmijët, është jo vetëm humanizëm, por edhe një moto ku zëvon shpreha për të bërë gjëra të vogla me zemër të madhe. Në Kosovë janë numëruar mbi 55% të votave për kandidatët për deputet ku Albin Kurti vazhdon të jetë më i votuari. Sipas rezultateve paraprake lëvizjeve të vendosje, kryeson me 43% të votave, pasuar nga PDK-ja me 21%, LDK-ja me 18% dhe Aleanca për Armërinë e Kosovës me 7%. 3 ditë pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, procesi i numërimit të votave të kandidatëve për deputet po vazhdon, duke qartësuar se kush do të jetë pjesë e legjislaturës së 11 të kuvendit të Kosovës. Deri më tani, sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në qendrat e numërimit janë procesuar mbi 55% e votave të hedhura në kuti më 7 qershor, ku sipas rezultateve paraprake vazhdon të kryesojë kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti me mbi 130.000 vota, i ndjekur nga Glauko Njufca dhe Albulena Haxhiu. Në Partinë Demokratike të Kosovës kryeson kandidati për kryeministër Bedri Hamza, ndërsa te Lidhja Demokratike e Kosovës më e votuara rezulton Vjosa Osmani, e cila ndiqet nga kreu i partisë Lumir Abdigjiku. Kandidati më i votuar tek Aleanca për Ardmërinë e Kosovës është kryetari Ardian Gjini dhe pasti Ramush Haradinaj. Bazuar në këto rezultate, lëvizja vetëvendosje pritet të sigurojë 48 deputet, PDK-ja 24, LDK-ja 20 dhe Aleanca 8 deputet. Por votat e diasporës, të cilat ka nisur të verifikohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku përfshihen ato me post dhe të hedhurat në përfaqësi diplomatike, që janë rreth 130.000, pritet të kenë një peshë të madhe në krijimin e institucioneve në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve planifikon që të shpallë rezultatet përfundimtare më 26 qershor dhe t'i certifikojë deri më 6 korrik, por ecuria e procesit do të varet edhe nga ankesat e partive politike lidhur me procesin. Irani du dë shumë kohë për të negociuar një marrëveshje mbi konfliktin në lindjen e mesme dhe tani do të paguajë çmimin. Kështu shpreh presidenti i SBA Donald Trump pasi Teherani tha se sulmet e fundit amerikane kanë dëmtuar përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund luftës. Përmes një postimi në rrjetin e tij social Truth, presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi Iranin se do të duhet të paguajë çmimin e vonesës në bisedimet për t'i dhënë fund luftës në lindjen e mesme. Ushtria e Iranit është në kaos. Pjesa më e madhe saj si marina dhe forcat ajrore nuk ekzistojnë më. Ata janë mposhtur plotësisht. Irani tani është vetëm fjalë dhe asnjë veprim. Dhunuesi i lindjes mesme ka vdekur. Ata kanë marrë shumë kohë për të negociuar një marrëveshje që do të kishte qenë e shkëlqyer për ta. Tani do të duhet paguajnë çmimin. Më herët, Ministria e Jashtme e Iranit tha se çdo proces diplomatik dëmtohet nga përdorimi i forcës dhe veprimet e palishme në terren, duke ju referuar sulmeve të fundit ndaj objektivave në Iranin jugor. Fatkeqësisht Shtetet e Bashkuara po e dëmtojnë këtë proces diplomatik përmes mesazheve kontradiktore që dërgojnë. Ndryshimet e përsëritura në qëndrime dhe kërkesa, dhe e keqja nga të gjitha përmes shkeljeve të përsëritura të armëpushimit. Ushtria amerikane njoftoi se goditi rreth 20 objektiva iraniane, duke shënjestruar mbrojtjen ajrore, stacionet e kontrollit toksor dhe bazat e radarëve të mbikëqyrjes pranë ngushticës së Hormuzit në përgjigje të rrëzimit të një helikopteri amerikan Apache në gjirin e Omanit, ndërsa Irani ju përgjigj me sulme ndaj bazave amerikane në Jordani, Kuvajt dhe Bahrein. Sipas Republikës Islamike, ato vende kanë përgjegjësi ligjore dhe morale për të parandaluar ushtrinë amerikane dhe Izraelin të përdorin territorin e tyre për të planifikuar, organizuar, ekzekutuar ose mbështetur sulme kundër Iranit.
Përshkallëzimi i fundit në luftën mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ndikoi në rënien e aksioneve në tregjet ndërkombëtare dhe rritjen e çmimit të naftës. Biznesmeni amerikan Bill Gates ka dëshmuar vullnetarisht në Kongresin e SBA-ve për lidhjet e tij me financierin e ndjerë Jeffrey Epstein. Ish shefi Microsoft nuk akuzohet për shkelje ligjore, por pranoi se takimet me të kanë qenë një gabim i madh. Themeluesi i gigantit Microsoft, Bill Gates, ka dëshmuar me dyert të mbyllura para ligjvënësve amerikan në Washington. Ai u mor në pyetje nga Komiteti i Mbikëqyrjes për shkak të takimeve që ka pasur me financierin e ndjerë Jeffrey Epstein. Dëshmia e miliarderit po mbahet në fshehtësi të plotë dhe zbardhja e saj pritet të bëhet publike vetëm në një fazë të mëvonshme. Ndonse ndaj tij nuk ka asnjë akuzë zyrtare, Gates ka pranuar se është takuar disa herë me Epstein për qëllime biznesi. Pasi doli nga dëshmia, i tha se ishte i lumtur që ishte vullnetarisht për të dëshmuar para komisionit. Shpresoj që dëshmia ime të jetë e dobishme për punën e komisionit për të gjetur drejtësi për viktimat, u shpreh ai. Manjati i teknologjisë ka quajtur takimet me Epstein si një nga gabimet më të mëdha të jetës së tij. Raportet tregojnë se ish bashkëshortja e tij Melinda ishte ngritur shqetësime për këtë miqësi që në vitin 2013, përpara se ata të divorcoheshin. Për t'u përgatitur sa më mirë, Gates ka punësuar si konsulent një ish hetues të lartë të vet këtij komiteti. Ky veprim ka ngritur mjaft pikpyetje etike në mediat amerikane, ndonse ekspertët thonë se nuk shkel rregullat e Kongresit. Orkestra Simfonike RTS sjell një koncert të veçantë me vepra të repertorit botror dhe krimtarisë shqiptare. Programi përfshin Mozartin, Paganinin dhe premierën absolute të poemës simfonike të kompozitorit Endrit Shani. Orkestra Simfonike Radio Televizionit Shqiptar sjell një mbrëmje të veçantë koncertore ku do të ndërturen kryeveprat e repertorit botror me krimtarim bashkëkohore shqiptare në drejtimin e dirigjentit Olsi Qiname. Publiku do të ketë mundësinë të shijojë uverturën e operës Così fan tutte dhe simfoni nr. 40 të kompozitorit Mozart. Në program është përfshirë dhe vepra Variacioni di Bravura e Paganinit, e cila do të interpretohet nga solisti Arben Basha. Një moment i rëndësishëm i mbrëmjes do të jetë premiera absolute e poemës simfonike të kompozitorit shqiptar Endrit Shani. Ke një program shumë të bukur veror, fillojmë me Mozart Overturën Così fan tutte, shumë e bukur, virtuoze, e shpejt, pastaj vazhdojmë me variacionet në Teli Sol Paganinit, kemi solist Arben Bashën, që është gjithashtu dhe pedagog në universitetin, o profesor në Universitetin e Arteve. Vazhdojmë me një vepër të re, premier, Endrit Shani, një poemë simfonike për orkestër plot, një vepër shumë interesante, fuqishme, edhe mbyllim koncertin me simfoninë 40 Mozart në sol minor. Koncerti premton emocione, virtuozitet dhe një udhëtim muzikor me estraditës klasike dhe krijimtarisë moderne shqiptare dhe do të vinë në 12 qershor në orën 20 në Hallin Gjon Simoni në Radio Televizionin Shqiptar. Ethet e Kupës së Botës 2026 kanë përfshirë jo vetëm njerëzit, por edhe kafshët. Siç është bërë traditë në botërorët e fundit, kafshët kanë qenë protagoniste në përzgjedhjen e fituesve të disa prej ndeshjeve të para që do mbahen në botëror. Jo vetëm njerëzit, por dhe kafshët janë përfshirë në ethet e Kupës së Botës 2026. E ndërsa i gjithë globi, mezi prej të shikoj skuadra dhe ndeshjet e tyre, deri në përsaktimin e fituesit të titullit kampion bote, kafshët janë më përparimtare, duke përsaktuar fillimisht fituesit e ndeshjeve të para të këtij eventi. Në kopshtin zoologjik të Guadalajarës, në Meksik, kafshët parashikojnë fillimisht disa nga fituesit e ndeshjeve të Kupës së Botës. Elefantët zgjodhen si fituese Meksikën ndaj Afrikës së Jugut. Gorillat zgjodhen Uruguay ndaj Spanjës. Një pum zgjodhi Korenë e Jugut ndaj Republikës Çeke dhe gjirafat zgjodhen Republikën e Kongos ndaj Kolumbisë. Ndërsa në kopshtin zoologjik të Brookfieldit në Chicago, kafshët amerikane i bashkojnë argëtimit duke luajtur me tokë. Një shumëllojshmëri kafshësh thundrake në një aktivitet me temë futbollin ka ngjallur këshërinë e vizitorëve. Ky është lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Bashkë mirupafshim.